Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë në televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm nga Kalaja, ku ditën e sotme sigurisht do të trajtojmë çështjet e aktualitetit politik. Ju e keni ndjekur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, un kam një panel të nderuar natën e sotme me të cilët do të trajtoj disa çështje të ndarë në 3 pjesë. Do doja me njëherë që të prezantoja panelin, pastaj të bëja një ndërkallje në raport me ngjarjet që kanë ndodhur ditën e fundit. Do doja t'i uroja mirëseardhjen krahun tim të majtër zoti Artur Roshi, kryetari i Partisë Balli Kombëtar Demokrat. Mirëmbrëma zoti Roshi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je me mua. Zoti Shpotim Axhami, kryetari i Partisë Lëvizje e Legalitetit. Mirëmbrëma zoti Axhami. Mirëmbrëma, faleminderit. Po ashtu aktivistin Sevin Serjani. Mirëmbrëma Sevin. Mirëmbrëma Ulo. Faleminderit dhe të fundit, por jo për nga rëndësia, antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Mariglen Doçi. Mirëmbrëma Mariglen. Mirëmbrëma, kënaqësi Ulo. Ky është paneli që do diskutoj natën e sotme për disa zhvillime, qoftë për deklaratën e zonjës Marta Kos, që tha që nuk është ndonjë problem korrupsioni në Shqipëri dhe shqiptarët e ka përdin kollaj, pra po e perifrazoj sepse tekstin e kam të shkruar. Sigurisht që zhvillime tjera kanë të bëjnë me përçarjen që po ndodh në Partinë Socialiste, por me aksionin politik, dhe këtu do ndalemi në pjesën e parë të emisionit që ka bërë Partia Demokratike. Lidhur me këtë, do doja të ndalesha tek protesta e fundit e datës 22 mars. Partia Demokratike doli në shesh, një protestë që zgjati gati 3 orë, një protestë e cila nuk kishte kokë, pra siç ishim mësuar zakonisht për me pas një podium dhe disa folës, por një protestë e cila ishte dinamike dhe e shtrirë nëpër të gjithë rrugët e kryeqytetit, duke e paralizuar kryeqytetin. Aty u pa dhe paaftësia e policisë për të menaxhuar protesta të tilla, por një aftësi shumë e madhe e tyre për të mbrojtur vilën e diktatorit Enver Hoxha. Po ta shikoje nga 6 anë të bllokut, ata kishin rrethuar vilën e Enver Hoxhës. Kjo është shumë e çuditshme, sepse nuk u kujdesën aq shumë për kryeministrinë sa u kujdesën për vilën e diktatorit. Do doja ndalesha te kjo protestë për të vënë pa edhe abuzimin që ndodh me arrestimet e palishme që bën policia. Arrestimet palishme jo se e thot Auloni, por e thot gjykata. Çdo ditë gjykata shprehet se arrestimet kanë qenë palishme. Unë njoh 2 prej djemve që janë arrestuar nga 15 personat. Ata i takova fillimisht në protestë, para kryeministrisë ishim, nuk ishin djem që kishin as molotov me vete, as shkopi, madje s'kishin as pankarta, kishin ardhur nga qyteti Krujës për me reagu në lidhje me padrejtësitë dhe kundër korrupsionit. Ata djem quhen Eldi Taga dhe Ledio Gogolli, duke protestuar në rrugët e Tiranës, tek parlamenti, me dur në xhepa, merren dhe arrestohen në një mënyrë të çuditshme. Pra nuk bën asgjë. Unë sfidoj policinë e shtetit, sfidoj prokurorinë, se me gjykatën nuk ka punë, se gjykata i liroi sot, të më gjej një fakt për këta të paktën 2 djem. To 15 janë të pafajshëm, po këta 2 djem i kanë parë vetë se çfarë ka ndodhur me rastin e tyre. Tani pse po e bëj gjithë këtë histori? Për treguar dhe një gjë tjetër, që këtyre djemve ju kanë marrë telefonat dhe nuk ja u kthejnë telefonat. I kanë liru ditën e sotme, njërit i kanë konfiskuar 2 telefona, Eldi Tagës nga Kruja dhe Ledio Gogollit i kanë marrë telefonin tjetër. Edhe të arrestuarve të tjerë i kanë marrë telefonat. Prandaj unë gjykoj që të gjitha këto janë manovra të policisë shtetit, qeverisë e Tiranës për të dobësuar protestën, që njerëzit mos vinë më në protestë arrestohen, ju merren dhe telefonat, dhe për ta dobësuar në një mënyrë sistematike protestën në vazhdimsi. Pra, kjo është një thirrje nga ky emision që duhet jeni shumë të kujdesshëm kur arrestoni njerëz, preni flet arreste dhe i çoni ata në ato qelitë e ftohta të komisariateve që ju keni. Për këtë arsye unë do doja të pyesja Mariglen Doçin, i cili e ka vujt në lëkurë, është një njeri që është arrestuar nëpër protesta, ka bërë dhe sa ditë burg e bërë Mariglen? Domethënë periudha më gjatë ka qenë 1 muaj. 1 muaj. Ka bën 1 muaj burg se ka protestuar. 1 muaj burg, sa vjeç ke qenë atko? Atëherë kam qenë 22 vjeç. Domethënë zoti Roshi 22 vjeçar del në protestë kundër korrupsionit. Paka shumë sa Eldi Taga për shembull. Po, arrestohet edhe mahet 1 muaj në burg. Dhe tani në çfarë faze edhe du një përjetim tënd, domethënë të si e shikon ti këtë moment Mariglen, sepse ti e ke vujt në lëkurë. Rasti im është një sag vuajtje për shkak këtyre arrestimeve, por të sqarojmë diçka. Çfarë ndodh gjatë protestave? Natyrisht djem, siç i përmendë edhe ti që dhe unë njoh personalisht si Eldin dhe Ledion, janë aktivista shumë të mirë Partisë Demokratike, janë djem të qetë, të cilët vazhdimisht marrin pjesë në protestat e Partisë Demokratike. Tani policia e represionit ka një praktik shumë të thjeshtë pune, pra. Çfarë bën kjo? Ndjek këta personazhe që marrin pjesë rregullisht në protesta për të krijuar një alibi pastaj se këta janë persona që
shkaktojnë dhunën, sepse qëndron dhe alibia, sepse duke qenë se ata marrin shpesh pjesë në protesta, në momentin kur arrestohen qëndron alibia e tyre që këta janë protestuesit e përhershëm që vinë shkaktojnë trazira dhe në fund i arrestojnë. Natyrisht, siç e the edhe ti, shumica e të arrestuarve janë njerëzit më të qetë protestave. Pra, që s'kan as te grupi zjarrit në kuptimin që këta thonë ka i grup zjarrit, që për mua nuk është ka dhe i problem. Shiko Maringen, fal. Për mua kjo nuk është protestë e dhunshme. Ky është gjykimi im. Jo, edhe unë këtë mendoj. Ky grupi zjarrit, më fal, çfarë? Po pra. Çfarë bëjnë ata? Ne do dalë, se do ju pyes dhe juve për këtë. Çfarë kanë ata? Ata kanë disa të quajturat koktejl Molotovi ose fishek zjarre që gjuan në ajër. E kupton, dhe fishek zjarre gjuan gjithandej. Në rast të ditëlindjes, festës, nuk ka ne problematik. Fishek zjarret janë, si më thënë, një gjë shumë e vogël për ta quajtur akt dhune ose koktejl të Molotovit. Edhe ata hidhen në zona ku nuk ka as polic, nuk ka as pemë që mund digjen, pra nuk gjuhen ndaj policisë. As makina policie, absolutisht jo. Ata janë thjesht, si të themi, disa metoda për treguar, për shfryrë një mlef për shembull dhe për të kapur edhe mediat ndërkombëtare. E kupton, sepse kjo është strategji dhe protesta do të ketë një strategji. Dhe çfarë ndodh? Në Capitol Hill ne kemi parë që kanë shkuar aty protestues me raketahec ose me mitraloz. E kupton? Të armatosur. Edhe nuk është quajtur protestë dhunshme. Ata reaguan për të mbrojtur demokracinë e vendit. Ndërkohë çfarë ndodh në vendin tonë? Në një moment ku për të bërë pak zhurmë, për të tërhequr vëmendjen e mediave, përdoren koktejl Molotovit, të cilët thjesht shpërthejnë, pra nuk dëmtojnë asgjë, këta i quajnë protesta të dhunshme. Dhe çfarë ndodh pastaj? Momentet e fundit protestës, si gjithmonë pasi protestuesit kanë kaluar një kohë të konsiderueshme në shesh duke protestuar, fillon represioni i policisë. Godasin me helme, sepse ata janë helme, gazi është helm. Pra çdo kush që mund thithin atë gaz, 3-4 ditët pas i kanë ngrënë gazin, dhimbje koke, të përzira, unë i kam kaluar vetë çdo protestë ato helmet që hedhin ata aty. Dhe çfarë ndodh? Një vërsulje, një barbari, një shtazllëk e policisë shtetit mbi protestuesit e qetë të cilët po shpërndarën në drejtim të automjeteve ose në drejtim të shtëpive të tyre në zona të ndryshme të Tiranës. Ata arrestohen, merren, futen në përfugona, dhunohen psikologjikisht, ndoshta edhe fizikisht, sepse unë kam qenë vetë aty, jam ndaluar disa herë në këtë lloj forme. E di, po një herë ke bërë 30 ditë burg. Absolutisht, dhe dërgohen nëpër komisariate, fillimisht ata pas ju merren gjithë sendet personale, lihen dhe pa atlete. Pra, i heqin dhe atletet dhe rrin pra kpucët dhe rrin nëpër çementot e ftohta të birucave, duke rrezikuar për të marrë edhe ndonjë ftofje, pneumoni. Pra, kjo është një dhunë psikologjike. Po ushqim ka brenda Maringen? Tani, ushqim ka brenda, por është një ushqim që s'konsumohet dot, themi të vërtetën. Po sepse nuk ka ndonjë vëmendje të caktuar mbi këtë ushqimin e të burgosur. E kupton si bën këto tenderat, po, siç bën këto tenderat, duhet i binë familjarët. Absolutisht. Okej. Gjatë gjithë këtyre 3 ditëve, familjarët dhe Partia Demokratike i kanë mbështetur duke qendruar duke çuar ushqime, ndoshta edhe një paketë gaz. Domethënë e nisa kështu sepse shikoj, ne ndonjëherë flasim për gjëra të mëdha, ndërkohë njerëzit arrestohen, familjarët e tyre janë nëpër komisariate etj. Si duket ky momenti kur kemi parasysh që gjykata i liron gjithë këta njerëz. Pra, ç'është kjo ndeshje polici protestë, domethënë si e shikoni ju? Jo, unë e shoh si një gjë normale. Në fakt është policia është, ose si thosh drejtuesit e policisë, tregojnë në konceptin e tyre dhëmët e shtetit përballë njerëzve të pafajshëm dhe të pambrojtur, që janë qytetarë. Qytetarët protestojnë për ato drejta që ata i mendojnë se u takojnë natyre, në farë mënyrë, dhe sigurisht që parat e buxhetit i takojnë çdo qytetari dhe çdo protestuesi aty. Dhe përderisa dalim për abuzime, atëherë drejta është në anën e qytetarëve. Mirëpo, policia nuk qëndron në anën e të drejtës, themi, jo vetëm në këtë rast, por në përgjithësi, qëndron në anën e pushtetit dhe jo në anën e drejtës. Kështu që policia pak a shumë në farë mënyrë është e mbrojtur në këtë kontekst. Ka shtetin, është përfaqësues së shtetit. Gjykata pastaj është ajo që jep të drejtën. Qartë. Ne kemi të drejtë themi që në çfarë mase duhet veproj në farë mënyrë policia e shtetit. Ne kemi marrë që këtu ne nuk kemi institucione të konsoliduara,
sigurisht, aq më tepër në një diktaturë si kjo jona amorfe është formuar pa kështu strukturë të qartë. Janë njerëzit që vinë kryet policisë, të cilët ndikojnë drejt për drejt mbi strukturat e policisë. Po mund të jenë profesionistë, por kur janë militant, me fjalë të partisë shtet, sipas raporteve ndërkombëtare, partia shtet, atëherë sigurisht që ata veprojnë me telefona, jo në shërbim të ligjit, jo në shërbim qytetarë, se në fakt policia duhet që jo thjesht të mbrojë institucionin, se çfarë mbrojë institucionin? Është godina është institucioni? Jo, s'është godina. Ajo duhet kujdesë për qytetarët, pra të mos i helmoj me armë kimike siç është. Dakor. Zotja Xhami, si e shikoni ju këtë moment të arrestimeve të tyre njerëzve dhe ju keni marrë pjesë vetë në protestë? A ju duket juve që policia hedh gaz për me shpërnda protestën që në momentet e para, apo hedh gaz për të neutralizuar një pjesë protestës që ata e quajnë dhunshme? Si e shikoni juve këtë moment? Siç dihet, protesta është mjeti më demokratik që duhet të ushtrojë një shoqëri, qoftë civile, qoftë politike, qoftë partitë politike ose grupimet caktuara. Në këtë situatë, protesta gjëja më minimale që duhet bëj opozita përpara kësaj magjorance për shumë arsye të cilat dihen. Mënyra e organizimit të protestës është deklaruar nga gjithë subjektet politike opozitare që kjo është një protestë paqësore. Dhe po ta shikosh në detaje, protesta në përgjithësi ka qenë paqësore. Ajo që shikohet, që e theksuat edhe juve, është kjo. Momenti kur policia ndërhyn, është një moment kur protesta nuk ka arritur as pak pikën kulmore, si thuash, ose kur protestuesit po bëjnë një akt të dhunshëm. Akti i dhunshëm maksimal që nuk quhet akt i dhunshëm është ato fishek zjarre të cilat hidhen, ne kemi parë protesta dhe në vendet e BE-s deri ku arrin dhuna e përdorur dhe policia nuk ndërhyn në formën që ndërhyn këtu tek protestat që bëhen në Shqipëri kohët e fundit, duke kaluar edhe tek protestat e para të përdorja e gazit që në rrjetet sociale mediatikisht u dha që ishte edhe gaz lotësjellës i skaduar. Si ka mundsi? Që është unë jam kimist, dhe kimist është absurditeti më i madh që mund të mendohet që një polici e cila ka tagin kushtetues, ligjor, për të mbrojtur qytetarin, për të mos lejuar aktet e dhunës në një protest, ta arrit deri atje sa unë nuk duhet ta besoj personalisht që edhe gazi lotësjellës që përdoret të ketë qenë i skaduar, aq më tepër ka dalë fakte sepse janë kap ato atje, aq më tepër tek mos përdorja edhe e gazit dhe ujit nuk janë protestat asaj shkalle që mund të shkojmë tek përdorja e gazit lotësjellës. Sa po merret fjalimi i dikujt që flet, sa po shikohet që protesta ka një gjallëri, me njëherë ato makinat e ujit me presione, me ujë të nxehtë, me ujë me specdjeks, me gaz lotësjellës. Pra tentohet më u shpërndar protestë. Absolutisht tentohet më u shpërndar dhe ndërhyrja është brutale për mos thënë në një moment kur protesta nuk është agravuar deri në atë pikë që po themi protestë e dhunshme. Okej. Dhe për sa nuk është proporcionale, domethënë ajo mund të ndërhyjë policia në ato kufi deri ku kemi vërtet një dhunë ose një ndërhyrje në institucion ose një përplasje fizike mes njerëzve. Si protesta 21 janarit për shembull. Që është protesta, ajo është protestë e dhunshme që ne kemi parë se si dilin protestuesit me hu gardi, po themi, duke qelluar mbi kokën e policit. Qartë. Okej. Gjërat e tilla s'kemi, por dhe arsyeja është kjo, për të krijuar një presion tek qytetarët për mos të marrë protestë, biles edhe ajo është me prapavi ku ndërhyjet tek një qytetar i qetë, siç thot Maregleni, ose i urt, ose i qetë në sjelljet shoqërore, për të thënë, kur arrestojnë edhe Aulonin imagjino çfarë mund të bëjnë në lidhje me shpëtimin ose me Arturin. E kuptova. Edhe i diçka tjetër doja të shtoja, mënyra se si arreston, mënyra se si të ndërhyn policia, vërtet të letë shumë për të dëshiruar. Unë kam parë një foto në rrjetet sociale, nuk e di cili është nga ideali rrethuar nga 5 forca policore, ai një qytetar që proteston për të drejtat e veta, pavarësisht thirrjes ku është bërë, si është bërë, mënyra se si e kishin kap policët, mënyra se si ai ishte mes police, ishte megjithatë për të ardhur keq, nuk mund të rriqet një qytetar sot në vitin 2026 në një protestë. Një qytetar që grabisin qytetar nga turma. Po, një qytetar që proteston kundër korrupsionit. Se vjen si e shef këtë moment për një sentencë do kaloj tek deklarata e Marta Kos. Po, janë disa elemente po ta analizojmë protestën përgjithësi. E para një herë ajo që nuk përmendet është roli policisë në një protestë. Po.
Roli i policisë në protestë është në mbrojtje të protestës. Që do të thotë, edhe nëse ka individë të cilët eskalojnë në akte dhune, policia duhet ndërhyj privatisht kundrejt atyre individëve të caktuar. Dhe nuk mund të shuaj frymën e protestës, sepse akti që është duke bërë policia në këto momente kur ajo i përgjithson, pra sikur faji nuk është individual, por është kolektiv, gjë që çon në diktaturë ose në perceptimin e diktaturës, kundër përgjigja e të drejtës ose kundërshtimi së drejtës për protestuar, kjo është në kundërshtim me çdo lloj parimi të drejtave të njeriut. Ose është e drejtë kushtetuese. Pikërisht. Universale. Pikërisht. Dhe elementi tjetër ka, nëse e shikojmë në shtrirë se si ka qenë protesta, ne kemi një eskalim nga ana e policisë që në hapat e para. Ky eskalim nuk ka qenë e nevojshëm. Pra, ka qenë në disproporcion. Forca e policisë e ushtruar për ta quar protestën në akte dhune, pra për të pasur një kundërreagim, ka qenë e planifikuar dhe me objektiv të qartë që të skalohej situata. Pra provokuesja në pikën e parë, në fillim protestës, ka qenë policia, sepse nuk ka asnjë moment e cila tregohet se trupi policor apo institucioni që ata mbrojnin kishin element që mund të quheshin në të pasigurta ose në moment që ato të pësonin dëmtime. Dhe eskalimi direkt me veprime me topa ujë, me autobotin e ujit, e futi policinë pra që bëri atë që të reagonte populata. Elementi tjetër që është i palishëm, është totalisht i palishëm, është bllokimi ke akshi. Po ta shikojmë edhe pozicionimi, por edhe ndërhyrja e policisë ke akshi, e parë njërë policia nuk ka drejt ta ndaloj një protest apo të bëj barrikad për aq kohë sa ajo protest nuk synon institucionet, apo qoftë edhe trupin policor. Ne shikojmë që policia ishte vendosur me kast për të ndaluar qarkullimin e protestuesve në atë pikë dhe në ndalimin, konfrontimin e parë që ishte totalisht verbal, ata ndërhyn me mjetet të tjera. Element tjetër është përdorimi i bombulave të gazit ose gazit plotësjellës, kapsullat e gazit, janë totalisht në raste kur te eskalon situata. Përdorimi i tyre në momente ku nuk është e nevojshme, humb proporcionalitetin e forcës së policisë. Ne duhet kuptojmë diçka që protestuesit me një protestues, do të ketë 10 protestues që quhet barabart me një polic. Ndërkohë që ne 10 me 1. Është ky raporti që nuk kuptohet te kalimi i kësaj mund ta vendosë policinë në vështirësi. Janë gjithë këto elementë që ndikojnë drejt për drejt tek ajo që ne quajmë demokraci. Këta kanë godit me gaz lotësjellë, sepse unë kam qenë vetë në protestë, edhe në turma dhe njerëz të cilët nuk kanë pas fare lidhje, kanë qenë duke ne, domethënë te Hotel Dajti, te vende të tjera, dhe kam pa me sytë e mi kur një gruaje i ra ajo e gazit lotësjellës në kokë, domethënë si e gjujtën ata kështu, se e gjujnë edhe në mënyrë të papërgjegjshme. Një na kanë ndodhur aty afër Tajvanit, te parku. Tani praktikisht ne i dim të, po zoti Roshi më ngacmoi një gjë që the që këto nuk janë institucione, janë banë. Këtu nisesh nga ky ish drejtori i policisë shtetit që dha dorëheqjen se ju besoj se e besoni atë pretendimin që u cënu jeta e disa francezëve të Vila Enver Hoxhës. Këta thonë që ky zotnia, pra drejtori i policisë shtetit, sepse prandaj më ngacmoi fjala ban, ka një video me Ergy Sagasin. Domethënë, po pse këtu ka ra policia e shtetit? Drejtori i policisë shtetit? Po, ju si me dini më mirë që unë prandaj ta parashtrova. Tani du vendimin tënd. Bëj një batutë përpara vetëm një batutë se do. Ka rënë Agasi tek drejtori i policisë. Jo më keq. Po zoti Rosh? Shiko. Ne kujdesemi gjithë këto si thua diskursi është ke institucionet, kush është e drejta e qytetarëve, kushtetuese, jo kushtetuese kështu më radh. Nuk ke normalitet, nuk kemi një demokraci funksionale sado e brisht, ne jemi një diktaturë. Në diktatura nuk ka të drejta e qytetarëve. Kështu që nuk është se qytetarët për vetë mbrojtje, po të kenë të themi në një mjet ku do di unë një kuti boje për të bërë me bojë policin, nuk është se bën
me bojë shtetin, apo? Bën përfaqësues falangave të krimit në fakt. Qartë. Edhe ne këtë e dim, përderisa ne themi që kemi një qeveri që në mënyrë sistematike vjedh qytetarët, nuk ka një objekti që ndrojë në këmbë, në fjalë një investim që të qëndrojë, ma shka se nga Babarama. Po, hoqën nga puna dhe. Po dakord, Po qërum për i fjalë goja. Po jo, ai ishte një argument që këta s'durojnë asgjë kundër. Po në diktatura kështu ndodh. Ne kemi jetuar edhe para viteve 90 edhe nuk e hapje dot gojën, sepse shkoje në burg. Pra, në këtë moment hiqesh nga puna, lihesh pa bukë me fjalë në një farë mënyrë dhe nuk futesh në burg. Kaq, kjo është ajo, të themin e liria funksionale që ta quajmë. Kështu që unë them që është e kotë që diskutojmë në një vend që nuk ka vlerë vota, në një vend që korrupsioni është galoban, në një farë mënyrë është jo thjesht ves i qeverisë, po është objektivi i saj, nuk ka njeri që të vinë pushtet edhe mos ketë objektiv vjedhjen. S'ka, sepse pushtetin e quajnë të përhershëm të tyre, mendojnë që meqense baballarët e tyre e kanë mbajtur për 50 vjet pushtetin në këtë vend, këta kanë gjithë drejtën e Zotit që të jenë pasues të tyre pushtetit dhe e quajnë si plaçk, të familjeve të tyre pushtetin, e quajnë si pronë, dhe të tillë e konsiderojnë. Dhe ju bën çudi që pushtetin mund ta marrën edhe të tjerët bile. Kështu që mënyra e menduarit është zakonisht e rëndësishme. Kështu që unë mendoj që nuk në këtë kontekst, me fjalë, ne nuk kemi një qeveri, ne kemi një unë si asnjë, as nga ministrat, as në një cilësi të tyre. Po ju zoti Axhami njihni në një nga ministrat? Nga këta, domethënë ka personalitete të ministrat se mi mësu me qeverinë në anës për shembull ka pas sa njerëz. Ministrat një nuk e ministri është pozicion politik. Po. Asnjë nga ministrat, sidomos dhe me këto ndryshimet e fundit, nuk është në një personalitet ose një figurë politike e Partisë Socialiste që të ketë një pozicion politik si ministër. Gjithë ministra janë ministra teknik të marrë në një rrugë në një tjetër. Por mos bëni qeverinë teknike kjo, se kemi marrë vesh ne. Më qeveria teknike po, ajo është qeveri teknike, po jo qeveri teknike jo me dakordsi. Qeveri teknike ati, qeveri me teknikë centët që njeh ai. Qeveri teknike. Kurse kjo përderisa në Shqipëri nuk funksionon institucionet e pavara, ashtu se siç është edhe rasti i policisë së shtetit, normalisht një institucion i pavarur nuk do të një institucion i pavarur kur ai organizimi vetë forcave që përbëjnë këtë institucion bëhet në mënyrë politike ose në rrugë jo ligjore, çdo pozicion punën e hierarkinë e policisë shtetit nuk shkon kundrejt profesionalizmit, kundrejt aftësive, kundrejt konkurimit dhe me radhë, atëherë dhe kjo polici do të vihet në shërbim të klasës politike e cila ka bërë këtë organizim të kësaj forme, të kësaj policisë së shtetit që është sot. Dhe detyrimisht unë e thash edhe përsëris prap, mënyra se si ndërhyn policia është një ndërhyrje me gjithmen për të ardhur keq për këtë polici që kanë qytetarët shqiptarë. Një mënyrë si aksioner me zi, duket sikur me zi presin të jepet urdhër që ndërhy. Dhe ndërhy në mënyrë tash për atë s'ka se nuk është në një konfrontim në një dhunë e paparë që po themi që policia këtu duhet ndërhy, mos lejoj këta një konfrontim fizik midis dy grupeve, ose një konfrontim duke sulmuar një institucion kushtetues, duke i vënë po them unë zjarrin aku ta di me radhë dhe policia të ndërhyjnë. Ndërhyjnë në momente ku nuk duhet ndërhyjë dhe ndërhyjnë në atë formë që kur nuk duhet ndërhyjë policia. Policia është më tepër për parandaluar. Policia ndërhyn në fund fare kur protesta pothuajse është shkrehur ose është drejt përfundimit, pa kaluar në ato pikat kulmore të saj, dhe ndërhyjnë në mënyrë të atij ndaj protestuesit, gjë sikur i kemi filmuar, i kemi bërë ndaj tek e tek, merri çojnë polici, ushtrohet të dhunë për të thënë që po dole edhe nesër, mbaja çështjen e hapur, pavarësisht se gjykata e nxjerr, ne kemi çështje që ju keni ndjek dhe që të protestat e Kukës, që të protestat e atyre, që të protestat të tjera, që me vula i thrasin në mënyrë periodike, her pas here, hapi një proces tjetër, protestat që keni zhvilluar ju në autostradën Thuman dhe protestat e tjera.
Çdo protest e fokusojnë kundërpërgjigja është e tillë për të krijuar atë presion psikologjik që nuk duhet të ekzistojë, që mos dilnë protestë. Mund të shtoj edhe diçka, po të vëmre pamjet filmike nga protesta e fundit, nga ku nisi e gjithë, pra mund të themi ajo rëmuja nëpërmjet protestuesve, nisi direkt pasi makineria e gazit, ajo makineria e ujit, goditi mbi turmën dhe mbi drejtuesit e Partisë Demokratike. Sepse protesta po shkonte paqësisht dhe në një moment të caktuar, policia kërkonte një alibi për shpërndar protestën dhe çfarë bëri? Nxorri kamionin e ujit dhe goditi mbi drejtuesit e Partisë Demokratike. Dhe në atë moment, normalisht kur ti gjendesh përballë një pra agresionit të policisë të tillë, do ketë edhe pra brohërima, sepse po të shikojmë, nga ana protestuesve ne nuk kemi para asnjë element pra të ndonjë arme të ftohtë që mund të jetë një hunj. Nuk kishte, gur, pra me gur që godishin me kurse, me tulla, siç kanë bërë këta me 21 janar. E kupton? Nuk kishte asnjë element. Nuk kemi një policë dëmtuar, është e vërtet. Për më tepër, mund të shtoj që protestues të dëmtuar ka pafund. Nga kapsula që hidhen në ajër, që bien mes turmës dhe dikujt do i bie ajo në kokë, kemi nga përplasja e presionit të ujit. Shumë protestues humbin, humbin ndërgjegjës sepse ka një unë personalisht më ka përplas një herë ai uji, e kupton, në një protestë caktuar, përveç se është ujë me piper, që djeg gjithë pjesët e lëkurës ku mund të takoj, e kupton, ka përmbajtje pra kimikatesh që të rëndojnë, domethënë momentin që ti ke kontakt nëpërmjet lëkurës ose nëpërmjet po ta hedhin surrat ai ujin, normalisht se do mund të kalojë edhe në ndonjë diçka në gojë, pra në fytyrë edhe. Dhe pra është, unë e kam thënë dhe më përpara, çdo lloj rëmuje që bëhet aty bëhet me inskenimin e policisë. Okej, zoti Roshi, një ndërhyrje se do shkojmë publicitet dhe do ta ndroj temën se do shkojmë te Kosi. Gjithë filozofia e kësaj, ajo që mbien sy është një pyetje. Pse policët kaq të interesuar për të mbrojtur institucionet e vjedhjes, themi. Sipas me, vjen në mendje policia e fushes në Francën e hershme. Ne kemi dëgjuar shumë policë të cilët janë të mpleksur në gjitha nivelet me krimin. Sidomos jo publikisht, njerëzit që po tjetër dekonspirojnë aksion. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që jo thjesht ka lidhje me krimin policia, por policia në një farë mënyrë është aksionere në mbrojtjen e qeverisë. Në pushtet, po. Qartë, shumë interesante. Dhe mbështetur nga prapavia që është pse jo dhe krimi. Dakord. Shkojmë në një hapësirë publicitare, i kthehemi për pjesën e dytë të emisionit, deklarata shokuese, paragjykuese të Marta Kos, komisioneres për zgjerimin e Bashkimit Evropian ndaj shqiptarëve. Korrupsioni në Shqipëri është një gjë normale, thotë. Publicitet. Jemi rikthyer në studio për pjesën e dytë të emisionit. Sevin, do doja ta nisja me ty një deklaratë, besoj se e ke lexuar. Po, absolutisht. Si duket kjo lloj deklarate? Domethënë kishim kohë pa u fyer nga ndërkombëtarët këtë lloj forme. Jo, a je dakord ti me këtë gjë? Shikoj, unë do jap një opinionin tim që je i lirë, prandaj të kam ftuar me opinion. Kuptimin e fjalës që kjo ishte një lloj mënyre për të kuptuar se kush është Bashkimi Evropian edhe organet që përbën atë dhe kush janë shtetet e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është një organizatë që mua nuk është se kam ndonjë empati shumë të madhe ose për të bërë pjesë Bashkimit Evropian, por për të ruajtur standardet e vendeve anëtare të saj jam absolutisht shumë dakord. Prandaj kemi këto dy standarde. Kemi një organizëm e cila nuk ka një check balance edhe në mënyrën sistemit të saj të ndërtuar, siç është Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe organizmat e ndërtuara për këtyre dy organe vendimmarrëse. Pastaj kemi dhe organizata dhe kemi dhe shtetet anëtare të saj, të cilët janë shumë herë më konkrete dhe shumë herë më të përgjegjshme në raport me vendet e tjera që duan të bëhen pjesë të këtyre organizatave. Që do thotë, raporti i Shqipërisë me Gjermaninë apo me vendet e tjera të Bashkimit Evropian si shtete të veçuara ato tashmë, ne jemi problem shumë i madh për ta. Sepse kemi thyer raportet dhe kemi bërë një shtet
të kriminalizuar totalisht, dhe futja e një shteti të kriminalizuar në Bashkimin Evropian do të ishte shumë problem në të gjithë mbarvajtjen e këtij. Dhe këta e shikojnë Shqipërinë si problematikë e lindur në këtë lloj forme. Së dyti, kemi Bashkimin Evropian, cila se ka dhe një diçka, ka duke ditur që Shqipëria s'do hyjë, sepse është në kundërshtim Gjermania, është kundërshtim Franca, është kundërshtim Belgjika. Atëre i linde drejta këtyre komisionerëve, si këto kongresmenët e Partisë Socialiste njëherë një kohë, që bënte shaka Ismet Drishti, dhe bëjnë deklarata të paqëndësishme jo politike dhe që nuk kanë në një impakt, to janë larje, lyrje që i bëhen politikanëve të cilët nuk do ketë në një arsye, nuk do ketë në një kapje veshi nga Komisioni Evropian, sepse është ndërtuar në këtë lloj forme. Mund thush çfarë dush. Kështu që do të thotë, e rëndësishme është deklaratat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe ato kanë peshën kryesore. Dakor, zoti Roshi, me që jemi këtu, domethënë, do doja të drejtoja një pyetje nga këtu ku e përmbylli se vini. Kemi Gjermaninë, e cila i thot Shqipërisë që juve nuk keni plotësuar kushtet, nuk keni dënu korrupsionin, reforma në drejtësi 1, 2, 3, 4, 5, pastaj pezullimin e fondeve, dhe kemi Bashkimin Evropian, i cili në fakt nuk po flet me izë, se Gjermania thot tjetër gjë, Marta Kos thot tjetër gjë, që Shqipëria tha Marta Kos ka bërë punë ekselente. Kë duhet besojmë në shqiptarë? Shiko. Mirë ju që e një Bashkimin Evropian dhe e dini si funksionon. Tani njerëzit do t'ja shpjegosh pak njerëzve çfarë po ndodh. Shiko. Emri është i madh i Bashkimit Evropian dhe sigurisht që ne aspirojmë për të shkuar në Bashkimin Evropian për sa i përket të drejtave të njeriut dhe të drejtave të individit, standardet e tyre, së pari ato ekonomike njëherë, dhe pastaj derivimi gjithë standardeve në gjithë sektorët e shoqërisë. Gjermania sot i tha jo propozimit Vučićit dhe të Ramës. Pra, që ne të bëheshim antarë të Bashkimit Evropian pa të drejta të plota. Ky është propozimi Ramës dhe Vučić. Gjermania sot e preu këtë nëpërmjet përfaqësuesit të saj, deklaruar sot jo më shumë se para 3-4 orësh. Kështu që Lemza Ramës ju pre në këtë drejtim për të hedhur, për të luajtur me të, që ne do bëhemi antarë të Bashkimit Evropian, nuk ka rëndësi se si, sa jemi apo si jemi me drejta, nuk ka rëndësi se nuk fitoj asgjë nga ai lloj propozimi, por mjafton propaganda që ai kishte bërë gati për të bërë disi funksionale në emër të Bashkimit Evropian. Se ne duhet të mos harroni ju që këtu kishe goxha udhëheqës të vendeve të perëndimit që hanin pica me fytyrën e Ramës në këto ke stadiumi. Ja, Bashkimi Evropian nuk është më ai që ka qenë fakt, është vërtetë. Po kjo nuk do të thotë që Marta Kos përfaqëson parimet e Bashkimit Evropian. Marta Kos është një individ që ka një mandat të kufizuar në një mënyrë për një periudhë kohe, e cila në mënyrë personale, për vendet e dorës 3 siç jemi ne, mund të bëj deklarata edhe të papërgjeshme që shkojnë ndesh një mënyrë me parimet e Bashkimit Evropian. Kështu që nuk është ndonjë çudi. Kjo ka ndodhur edhe herë të tjera në një mënyrë, përfaqësues të BE-s gjithmonë kanë bërë deklarata personale. Dhe unë mbështes deklaratën e Berishës, sepse ai ka dhe më shumë informacion, përderisa thotë është një deklaratë korruptive. Korruptive. Po. Pra do të thotë që është një deklaratë e papërgjeshme dhe korruptive. E papërgjeshme në gjykimin tim është që s'mund të dalësh edhe ti thuash një sado që prapambetur që jemi ne, si kom, të thuash që shiko, ky kom ka ves hajdutlokun, ka ves korrupsionin. Po, bro. Nuk është kështu. Po, ka patur edhe qeveri që korrupsioni ka qenë madhësi pamarimisht e vogël në krahasim me këtë qeveri. Pra, viti 2005-2009, po, sigurisht. 2005-s. Po 2005-2009 ka qenë, si thua, qeverisja më e mirë, po edhe në vitet e para, edhe në vitet e para të qeverisë Meksi paka shumë. Ndoshta edhe në historinë e shtetit shqiptar. Po, dakor. Po doja kryesisht është munduar që të aplikoj, si thua, gjitha gratë e lirisë në një sistem shoqëror,
që kërkon një demokraci funksionale, është munduar, ka predikuar në mënyrë korrekte dhe të rregull, dhe nëse ne kemi një zhvillim ose një qasje drejt Bashkimit Evropian, drejt parimeve, se kur themi Bashkim Evropian kemi parasysh parimet, nuk kemi parasysh se kështu është një nocion abstrakte, sepse çdo komb në një farë mënyrë nuk e ka dorëzuar, si thuash, në atë sovranitetin e tij. Okej. Vëmë re Gjermaninë, vëmë re Gjermania ka një rol udhëheqës, që ti bim dakord. Po, pjesë sekondare të sovranitetit me fjalë në sektorët që atyre ju intereson, çdo. Zoti Axhami, si e pat ju këtë deklaratë të zonjës Martakos? Shqiptarët janë pro korrupsionit apo kundër sipas teje? Shoqëria shqiptare nuk e do korrupsionin. Nuk e do. Pavarësisht, absolutisht jo. Pavarësisht se korrupsioni në Shqipëri është kthyer në sistem. Kjo dihet. Pavarësisht çfarë deklaron Martakos, sikur edhe të deklarojë që në Shqipëri nuk ka korrupsion, sikur të deklarojë edhe korrupsioni i shkon shoqërisë shqiptare, dihet që shoqëria shqiptare, kjo qeverisi e sotme kryesisht, këto vitet e fundit, është një ndër qeverisjet më të korruptuara dhe gjithë secili prej qytetarëve shqiptar e din që me ç'përmasa ka marrë korrupsioni në Shqipëri, duke filluar që tek rrugët, duke filluar tek incineratorët, duke filluar tek çdo institucion shtetëror, çdo zyrë e pushtetit lokal apo qendror ku flitet vetëm për korrupsion, për allëzhverishje, për një sistem qeverisës totalisht korruptuar. Siç tash i kthyer tashmë në sistem. Ajo më tepër duhet të na shqetësoj deklarata ose qëndrimi i Gjermanisë si një udhëheqës lokomotiva udhëheqëse e Bashkimit Evropian, i cili është e kuptueshme tani që kësaj qeverie i është vendosur një perde e hekur për atë që pritet të ndodhte në lidhje me negociatat për antarësimin në BE. Antarësimi në BE është një dëshirë e gjithëve, normalisht, ka ato benefitet e veta shumë pozitive, por është ky korrupsion që deklarohet që i shkon për shtat shoqërisë tonë, një ndër ato arsye kryesore që Shqipërisë edhe këtë radhë do t'i vihet perde e hekur, sepse po të bësh në lidhje me sistemin e drejtësisë ashtu siç u veprua, kemi parasysh tek heqja e mandatit e tjera, do të thotë që je pro mbrojtjes klasës politike të korruptuar. Nuk mund të luftohet korrupsioni në Shqipëri nga qeveritar, nga politikan të korruptuar. Kushdo që është i korruptuar, ashtu siç janë aktualet sot, nuk është për një sistem drejtësie institucional të pavarur, sepse është sistemi i drejtësisë, sistemi i cili krijon balancat mes Po si zgjidhet ky moment, zoti Axhami, sipas teje? Ky moment, Do të thonë, këta Bashkimi Evropian, Gjermania, në këtë rast, thotë që këta nuk e dënojnë korrupsion. Dhe këta nuk hynë nuk e dënojnë korrupsionin. Jo, nuk e dënojnë korrupsionin atjere, nëse Shqipëria, po themi, në këtë stat korruptiv që është, pranohet dhe futet në BE, do të thotë që kanë pranon një qeverisje, një pushtet është jashtë standardeve të BE-s. Jo, dakord jam unë me këtë. Unë nuk besoj që ata do na pranojnë ne. Po ç'duhet të bëj shqiptari në këtë rast? Përballë me këtë qeveri, Kjo qeverisje dihet, domethënë primare është kjo protesta që atë nisur, opozita duhet të jetë koshente edhe me hapat e veta që duhet marrë. Nuk duhet një organizimi i opozitës në tërësinë e vet nuk është ai i duhuri. Organizimi i vet PD si forca kryesore politike e opozitës më e madhe shumatore nuk është ai që duhet të mendohet. Organizimi i grupimeve ose forcave të tjera politike opozitare të cilat gjithë deklarohen përzimin e kësaj qeverisje nuk është ai që duhet. Nuk kemi një unifikim të opozitës, pavarësisht se nesër mund të jesh apo mund të mos jesh në koalicion me Partinë Demokratike, një unifikim lidhje me kodin zgjedhor që pritet miratohet qershor, një unifikim lidhje me reformën territoriale, një kodifikim ose një unifikim edhe në lidhje me protestë. Këtë protestë ora 18 opozita me Partinë Demokratike ngrihet lapaj ajo e mbylli dhe protestën. Jo, një sekond, nuk e mbylli protestën, por kishte rastiste që në të njëjtën ditë spostohej dilte diku më tepër. Ne jemi deklaruar dhe deklarohemi për unifikim edhe të protestës. Të gjithë secili do të bëj rolin e protagonistit. Nëse je për të rrëzuar këtë qeverisje, mos u merr kush do të jetë nesër kryeminist. Nuk e di ma janë gjithë për me rrëzuar.
Absolutisht po. dakor. Gjithë thonë dhe kur vjen problemi i gjetjes së mbrusit të përbashkët, Jo, nuk e, jo edhe herë, nuk është se janë shpreh të gjithë për rrëzimin e Edi Ramës. Domethënë, duhet të jemi realist. Disa Po, duhet ti të presin Po, ti shikoj me vëmendje. jo, shiko. Jo, të kuptoj. Tani Rrëzimi i kësaj qeverisje ose ardhja e opozitës në pushtet nesër, unë e deklaroj hapur. Me këtë kod zgjedhor, me këtë ligj administrativ, ndarje territoriale, me këtë mënyrë se si Rama, me masat që merr Rama për të mbajtur pushtetin, për ta gjën çtotë, i pet ta atë të asamblen e fundit, çfarë ishte ai takimi i fundit, që tha tani dhe pretendojmë që të marrim edhe dy bashki që na kanë ngelur, që janë dy bashki, një në Kavaj dhe një tani. plotësohet plani. Plotësohet plani. Opozita duhet të jetë tepër koshjente në çdo hap. Okej, se Nuk është vetëm protesta, protesta pjesa e tretë kjo, më beso. Po. Tani një ndërhyrje se duhet t'ju marrin Për vetë. Marta Kos, për shembull. Po. Ajo është një slovene, vjen nga qendra e majtë. Po. Ne e njohim slovenët pse serbët për afeksionin që kanë ndaj serbëve. Të vetmit që nuk goditi serbë janë slovenët. Po. Dakor? Kështu që afeksioni i saj pro serb bën që të godas Shqipërinë dhe të godas në këtë rast opozitën në mënyrë indirekt sipas meje. Okej. Godet opozitën ajo nëpërmjet popullit godet opozitën. Okej, tani Dhe mbron lidhjen e Ramës me Vučićin. po pra, tani me këtë që po thu. Kështu që nuk është para gjë kjo. Bën mendoj që ka qenë Kosi që i thotë Ramës bëj editorial me Vučić. Pra ka qenë një kumbar. Nuk është kundër, dhe mund mos ketë qenë, po Marin nuk Glen, është kundër. kemi disa deklarata të zonjës Kos. Së pari, domethënë ajo që më ka bërë më shumë përshtypje dhe kam hasë të emër zoti Roshi, ka qenë momentin që ne ishim duke organizuar një protestë kundër prindit 1 dhe prindit 2. Pra ne ishim për familjen tradicionale. Zonja në fjalë, jo vetëm që është pro, por na dha një gënjeshtër shumë të madhe atëherë. Ne ishim shesh dhe tha që shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë këtë ligj dhe është një nga kushtet që ta ndërsohesh Bashkimin Evropian. Ndërkohë kjo deklaratë ishte e pavërtetë dhe unë jam marrë personalisht me këtë çështje, sepse vetëm 2 shtete e kishin nga Bashkimi Evropian këtë lloj ligji. Kemi vendim gjykatës kushtetuese të Francës që e rrëzonte, urdhri i parë i ekzekutivi i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ishte ka vetëm 2 gjini dhe një sër shtetesh tjera e kundërshtonin këtë ligj, madje edhe vetë shteti nga zonja ku ishte. Pra bërë një mashtrim publik. Një, së dyti, tha një deklaratë tjetër, Marin Glen, po ti marr me radhë sepse du komentin tënd. Zonja Kos ju referu zgjedhjeve të 11 maj 2025 si zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkohë u interesuan gazetarët e OSBE-ja dhe OSBE-ja bëri një përgënjeshtrim dhe tha jo, këto nuk janë zgjedhje të mira, sepse këto janë 1 2 3 4 5 deklarata. Raporti. Jo, po them si ka shërbyer Ramës kjo sepse do dalte deklarata jote që the është një qendrim korruptiv, apo jo. Qeveria ekselente tha dje. Ndërkohë që Gjermania na bllokon fondet dhe Bashkimi Evropian na bllokon i pardin etj. Ndërkohë na ka thënë që ky është kryeministri më i mirë, kryeministri i hyjnushëm etj. Marin Glen, ç'është ky njeri? Tani kur bëhet deklarata bëhet nga komisionera për zgjerimin e BE-s, kjo është një deklaratë shumë e rëndë, pra. Ti referohemi asaj çka tha që shoqëria shqiptare e pranon korrupsionin. Kjo ishte shprehimisht ajo që tha zonja Kos. Unë e interpretoj këtë si një deklaratë raciste, do të thoja unë, por me prapavije dhe korruptive, mund thoja, nga Rama, sepse Ramës i duhen personazhe të tillë. Dhe tek pjesa e racizmit, unë e shikoj në këtë lloj forme, siç më vodhi mendimin zoti Roshi, që zonja është një slovene, si pjesë e ish bashkimit, pjesë e ish Jugosllavisë dhe afeksionit për serbët. Normalisht, sipas disa hulumtimeve që kam bërë dhe unë, më rezulton që ka pasur akuza se kjo zonja ka qenë pjesë e UDB-s. Pra, e UDB serbe, dhe kjo vjen nga kjo vjen nga urrejtja që kanë pjesëtarët e UDB-s për shqiptarët, pra. Mund them kjo nëse ju do të ma pranoni këtë, por unë e them me bindje që kjo është një deklaratë raciste. Dhe si pasojë e kësaj, sipas zonjës Kos, Brukseli nuk e shikon si problem çështjen Balluku në Shqipëri, sepse shoqëria shqiptare na e pranon ka korrupsionin, pra mbrojti Edi Ramën, duke ditë që dhe halli Edi Ramës është
Belinda Balluku në këtë rast, sepse po ra Belinda, ikën dhe Rama, ne këtu në këtë studio jemi dakordsuar gjithë për këtë gjë, dhe pak a shumë është një deklaratë e cila mbështet Hajdutin, që në këtë rast është Edi Rama. Ne kemi pas probleme shumë të mëdha me personazhe të tilla të mëpërpashëm që vinë këtu, korruptohen nga Edi Rama, kemi, ndoshta nuk ndajmë njërin mendim gjithë bashkë, po kemi për mendimin tim të njëjtën gjë bëri dhe Yuri Kimi, ish ambasadorja e Shtetet Bashkuara, që përfaqësonte vetëm veten, nuk po, Flautini, e gjithë me radhë. Pra, këta janë individ që shikojnë njëri tjetrin, e kupton çfarë ka bërë para arsim, ka ardhur këtu. Se zihen këta për kush vjen ambasador në Shqipëri. Po kjo pikërisht pra, shiko ka një fakt interesant. Kishte diku ke 60 aplikime në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të ardhur ambasador në Shqipëri dhe nuk kishte asnjë aplikim për ambasador në Finland. Çfarë, është tokë e premtuar kjo? Këtë nuk e di unë. Këtë mund ta dije vetëm Yuri Kim, mund ta dije Marta Kross, mund ta dije Vlautini dhe këta që vinë këtu dhe mbështesin Edi Ramën, këta që bën deklarata raciste për shqiptarët, që thonë këta janë një shoqëri që kanë në karakter, pra e pranojnë korrupsionin si diçka të zakonshme, dhe në këtë rast i them edhe Kosit, i them edhe ambasadave të huaja, ne nuk jemi një shoqëri që e kemi në karakter, as nuk e pranojmë korrupsionin. Ne jemi një shoqëri që jemi dhunuar dhe na e kanë kthyer në sistem korrupsionin. Ne jemi një shoqëri që nuk marrim shërbime shëndetësore, po nuk u bën pjesë e korrupsionit. Ne jemi një shoqëri që absolutisht shëndetësia falet, po gjithë këta janë sistemi Edi Rama, që ka ngritur Edi Rama. Sevim, thuhet që zonja më fjalë, sepse tani realisht e merito për më u bë tabelë qile, unë s'kam asnjë lloj kompleksi për hir të vërtetë, sepse na ka thyer rënd, domethënë, dhe ne që të pranojmë korrupsionin është, por kam një ide, ata që po dalin dhe me hedh molotov, nuk e pranojnë korrupsionin, apo jo? Këta njerëz në protestë. Aty e me përgjigjen ajo, te protesta. Si po e pranojnë këta korrupsionin? Në fakt nuk është ky thelbi, thelbi është diku tjetër. A është Marta Kos një pupace e Sorosit, sepse raportet që unë lexoj, e cila thuhet që ka dhe akuza konkrete për korrupsion dhe po hetohet Bashkimi Evropian në raport me këtë. Dhe mënyra e çuditshme se si u ngrit në nomenklaturën e lartë Bashkimit Evropian, ka një dorë nga mbrapa që është në këtë zonë. Shikoj, roli i George Sorosit në hierarkinë e Bashkimit Evropian sot më shumë se kur është shumë herë më i fortë. Është shumë herë më i fortë dhe shumë herë më agresiv. Pse? Sepse nuk ka forcë në Amerikë. Sepse ka humbur forcën në Amerikë dhe është bërë kundra pedal edhe në geopolitikë. Pra ne kemi dhe një përplasje SBA-BE. Dhe kjo është e shtrirë në raportin e luftës midis Ukrainës dhe Rusisë, është e përfshirë. Shikoj, po ta studiojmë Bashkimin Evropian dhe Ursula von der Leyen, dhe vendimet që po merr Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, në dëm të sovranitetit të vendeve të ndryshme, siç ka të bëjë me bujqësinë, siç ka të bëjë me të drejtën e fjalës. Sot ka gazetar francezë të cilët janë arratisur si azil kërkues politik në Rusi dhe të cilësuar si kaluan perden e hekurt dhe duket sikur pas 30 vjetësh ato çfarë ne ndeshnim nga rusët që vinin drejt Europës për të parë lirinë, po e bëjmë ne në rrugë të kundërt. Dhe janë disa gazetarë të tillë të cilët përballen me këtë gjë. Përballen dhe sot Europa është gazetar francez që kanë shkuar në Rusi. Po. Me akuza penale për që bien ndesh me lirinë e fjalës. Dhe kjo është diskutimi më i madh që bëhet sot në Amerikë. Ti shkon do gjesh aty lirinë e fjalës në Rusi, me fjalë ai. Mesazh duket e gjeka. Mund të ikin mesazh duket e gjeka. Por realiteti tani kjo raporti jon me Rusinë është tjetër gjë dhe unë qëndroj raportit ton me Rusinë. Por se çfarë ndodh sot në Europë, unë po flas se çfarë ndodh sot në Europë. Dhe Europa është në këtë gjendje. Kështu që prezenca e rolit Soros dhe po sjell faktet negative, sepse ne kemi hequr në kurriz se si qeverisja e Sorosit na ka degdisur në shpopullim. Dhe pra nga kjo lloj nomenklature të Sorosit edhe në Shqipëri nuk kemi parë asnjë gjë të mirë
dhe si kundër dhe Bashkimi Evropian duke ruajtur këtë lloj raporti nuk ka për të parë ndonjë gjë të mirë. Dhe është ndryshimi i forcave të konservatore, të cilat mund të bëjnë ndryshimin e madh në Europë të shumë pritur. Pra do thotë, e thënë shkurt, Marta Kroos si pjesë e kësaj skeme nuk ka sjell, nuk ka bërë, ka shpatullat e ngrota derisa të bëhet ujë mullar, siç themi neve. Qartë. Dhe siç ndodhi me Vlautinin. Zoti Roshi, ka duke e parë këtë këndvështrim, këto deklarata kontradiktore, Gjermania flet vete, sot jam dakord me Sevinin, lexova që hollandezët kanë godit Shqipërinë për grupe kriminale etj dhe ngren pyetje të mëdha ku do të çojmë këtë shtet në Bashkimin Evropian, sepse mendohet që mund dëmtojë shtetet e caktuara, por jo, pyetja është diku tjetër. Ka lindë euroskepticizëm në Shqipëri apo e vështirë? Jo, në Shqipëri nuk para lind, sepse ne në një farë mënyrë duam zhvillimin, jemi kom që duam zhvillimin, edhe në këtë kontekst nuk para lind, sepse pse? Po nuk cënohen parimet e Bashkimit Evropian, as parimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po jo, Shtetet Bashkuara të Amerikës pa ilash nga Bideni, po jo, se kemi verë. As ato nuk u cënuar nga Bideni, as këto të bëhes nga Marta Kos dhe nga kjo italiane partizane që erdisoli investimin, Mogherini. Pra, këto janë, po, mirë pra, kjo është kategoria e këtyre vjen. Po pra, po, a unë besëshmërinë kjo është pyetja që të bëra unë. Domethënë, me këto burokrat, të cilët shprehen jashtë realitetit. Ne aspirojmë për në BE, për sa e përket stabilitetit ekonomisë, shkallëve të demokracisë. Sigurisht, ne nuk e bëjmë bilancin me kush vjen me emra në një mënyrë spontan, themi, sepse ajo nuk e di dhe sa vite është në atë posta. Jo, po në kthehen shumë të se janë radhë pas radhë, me të thonë drejtën. Më falë që po kom gullë. Sigurisht, jo, dakord. Shiko, Europa, që të themi ati që është, në qoftë se ne kemi parasysh vitet, pas viteve 90, që do i dërguarit vinde nga perëndimi, qeveria Fatostanos, po themi ne dridhej, dhe ata nuk kishte deklarata kur pro të majtës. Nuk më i mend ndonjëherë deklarat pro të majtës. Gjithmonë deklaratat kanë qenë për demokracinë dhe shkonin për shtat më shumë me të djathtë. Qartë. Nuk është më ai Bashkimi Evropian që ka qenë. Nuk është më. Ka një lloj degradimi në një mënyrë për sa i përket përfaqësuesve të tyre, dhe kjo është ajo që Sorosi ndikimi i Sorosit, ose të themi linja marksiste e re e modernizuar që është e Sorosit. Pra është ky ndikimi që është edhe në Europë, që ka disa çedime, por ata nuk që dojnë thellësisht sa që ne na pranojnë se ti i ke miq privat, ata me fjalë se ke privatisht edhe ai të cënoj vendin e vet. Kjo që thotë Xhami është e drejtë, që janë shkruara gjërat që janë shkruar, kur ato të pranojnë çfarë do lloj deklarate. Po patjetër. Ato të pranojnë mbi standardet. Nëse realizon standardet i pranuar. Shiko, ata nuk cënojnë vendet e tyre, kur vjen se nuk është vetëm Marta Kos atje që flet. Mirë, dakord. Ne unë nisëm nga kjo sepse kjo ata që marrin vendime. Fyse unë nuk e di ku janë këta shoqatat, shoqëria civile që ushqehen. Edhe këta që reagojnë për shqend të përmacet në Shqipëri. Ku janë kësaj radhës që dolën një deklaratë? Edhe një deklaratë këtu, ku ka një deklaratë? Një përgjigje se do shkojmë publicitet. Nuk e pranon shoqëria shqiptare kur korrupsion. Do ta jap direkt. Dhe janë rreth 60%, prandaj shqiptarëve nuk e duan këtë qeverisje vetëm nga korrupsioni. Okej, një përgjigje se do shkojmë publicitet. Kush e ka korrupsionin? E bronz. Aty është një çift amerikan 2 sekonda. Jo thjesht për shkak se nuk jam. Është një çift amerikan që sigurisht lajthi në mënyrë dhe ikën në Rusi. Do janë komunistë dhe duan të ndisin funksionin komunist. Prit, 2 sekonda. Dhe në një moment kur e pan që ata kishin bërë gabim, kur shkojnë afër koshit plerave dhe u mbytën nga tymi, i tha çfarë mban erë kështu, i tha gruaja, se gruaja që marksistja dhe burri u bind gruas. I tha i mban era komunizm. Kjo është përgjigja. Do shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e tretë të emisionit, do diskutojmë për opozitën. Pra folëm se çfarë ka ndodhur me protestën fillimisht, me arrestimet e palishme që i tha gjykata dhe i thot pas çdo proteste, folëm pak për deklaratën e papranueshme të Marta Kos, Maringleni e quajti racist dhe u mbi shumë dakord. Ndërkohë do të flasim çdo bëj opozita përballë kësaj situate. Publicitet. Jemi rikthyer në studio, zotja Xhami do doja ta nisja me juve këtë pjesë të tretë të emisionit. Unë mbylla duke ngrit një pyetje, çdo bëj opozita.
Çfarë duhet bëjë opozita? Ne këtë pyetje ta bëjmë vazhdimisht, nuk është se do ta zgjidhim sot, por domethënë duke dhënë dhe në menim, duke konceptu diçka. Këtu ka një Më fal, për ndërhyrje. Ndërkombëtarët po i kthen pak syt nga opozita. Pra ka një afrim, nuk e di nëse ju e vëni. Ndërkombëtarët po i kthejnë syt nga opozita, po ndërkombëtarët po shikojnë zullumin e qeverisjes, po shikojnë se shumë deklarata të opozitës po vërteton ashtu siç është deklaruar, dhe normalisht ndërkombëtarët do të kthejnë syt nga opozita ashtu siç edhe ju e deklaroni dhe e thoni me të drejtë. Okej. Për sa i përket asaj që thoni, një diçka është faktike, nga kontaktet, nga takimet, nga bisedat që kemi neve, mbi 50% e shqiptarëve, rreth 60% e shqiptarëve nuk janë të kënaqur me këtë qeverisje. Rreth 60% e shqiptarëve shprehen në çdo lloj bisede, në çdo lloj statistike, se kjo qeverisje duhet largohet 1 minutë e më parë. Por këtu kemi një kontradikt tjetër. Nuk arrin që të kemi mbi 50% të shqiptarëve që të jenë koshient në mbështetjen që të na bëjnë neve si opozitë. Edhe kjo me statistikë. Në këtë ngërë që është, atëhere pikës pari, duhet domosdoshmëri, ajo që edhe theksova pak më sipër, duhet që opozita t'i vë gishtin kokës për t'i dalë zot vendit, për t'i dalë zot këtij shpopullimi, për t'i dalë zot të shpëtimit nga kjo maskarat që ka mbuluar shoqërinë tonë nga kjo keq qeverisje, dhe në lidhje me këtë, çdo forcë politike, çdo person, çdo deputet, çdo kryetar partie duhet të shikojë që me forumet e veta, me organizimet e veta, të bëj, si thonë, të vë një tull në këtë aksion opozitar që duhet të jetë determinant si tash për të quar opozitën për të kryer rotacionin politik. Ne tashmë pothuajse jemi në prak në korrik, duke përjashtuar protestat dhe aksioni opozitar, gjitha që nuk duhet lihen asnjë moment, duhet agravojnë, duhet mbështetja të jetë sa më e madhe, problematikat po dalin gjithmonë më tepër, zullumi është thrash deri aty ku thuhet më. Por vlen për të theksuar sepse ne jemi dhe në një prag zgjedhjes lokale. Pothuajse si sot një vit ne jemi në zgjedhjet lokale, që i thon pushtetet lokale janë rreth 61 bashki, po marrim kaq sa janë, megjithëse flitet që do ndryshojnë bazë reformës territoriale. Pushtet lokal i cili sot në shumicë absolute për arsye të reformës territoriale të bërë 2014 është i konformacion i atill që është i fituar nga 50 sa bashki, 53 bashki nga e majta. Kënë në qarkun e Gjirokastës 7 bashki, në qarkun e Beratit 7 bashki, në qarkun e Durrësit 3 bashki, ku edhe jeni përfaqësues. Shumë e drejtë. E dyta, ke një kod zgjedhor që të frenon dhe ka bërë opozitën për marrën për zgjedhjet 2029. Nuk është shpejt të merret opozita dhe me këto. Sepse ai kod zgjedhor, mënyra se si janë përjashtuar koalicionet e Partisë Demokratike dhe të opozitës kanë qenë koalicionet më të mëdha që janë bërë ndonjëherë në histori. Dhe kandidimi i çdo partie me listat e veta në zgjedhjet parlamentare bënte që të ishin në terren me mira kandidat për deputet dhe maksimalizimi i votës ishte i atill që kryente rotacionin politik. Përveç se kësaj ka edhe ana teknike, që do të them shkurt, neve duhet jemi opozita, çdo forcë politike, po edhe opozita në kompleksitetin e vet, duhet që të jetë shumë e kujdesshme në lidhje me hapat ligjor, kufit, vijën e kuqe që duhet i vë kësaj mazhorance në lidhje me dy reformat thelbësore që sot në korrik duhet miratohen. Pra ju thoni që ne duhet merrem me dy reformat. Pa na shkaluar aksionin politik. Dy reformat janë shumë për mendimin tim. Dakor. Zoti Roshi, ju si e shikoni? Shiko, unë mbështes zotin Axhamin sigurisht, edhe problemi është që kjo është një normalitet për mua, që tha zoti Axhami. Ne nuk kemi një normalitet politik. Këtu vota nuk është e lirë sipas meje. Në zgjedhjet që sapo kaluan, mazhorenca i rrëmbeu. Pra nuk kemi të bëjmë me një natyrshmëri të lojës politike dhe opozita fjalën ka. Opozita thot fjalën dhe mazhoranca të qëndroj. Ja një sekondë. Jo. Ta mbaroj. Përderisa the do ta mbaroj argumentin deri në fund. Kjo po kërkojmë ne opozita qeveri teknike. Kërkojmë sot qeveri teknike. Marrje mend se qeveri teknike do ta kesh.
Si do ta kesh? Do ta kesh sepse edhe Do ta kodi kesh- do ta kesh qeveri teknike siç e ka Maqedonia. Në kod zgjedhor, parashikojnë kod zgjedhor. Po si e voti kur s'ke votat? Po në kod zgjedhor, po ata vinë Kuçi që ta shumë, vinë Kuçi se opozitë. I ka Po mazhorancë. mos shkota atëherë mos bëjmë siç kemi bërë, që 24 orë përpara skadimit të apatit reformave zgjedhore, tash 35 vjet ka shkuar Partia Demokratike me Partinë Socialiste i kanë miratuar. Ka qenë detyruar. Edhe ju keni qenë deputet e keni miratuar me votën tënde. Kam qenë jo. Me votën tënde Në kohë 2020-ën kemi miratuar reformën zgjedhore që është një ndër reformat zgjedhore që nuk lejoi që opozita në 2021 të vinë pushtet. Pse? Sepse u hoqën koalicionet, Para zgjedhore. para zgjedhore. Unë se kam këtë të koalicioneve jo. Ju më jo keni votuar ju. Unë kam qenë kundër kësaj. Nuk Kam lejuar- jo, po, të lutem jo personalisht, nuk e Jo. kam personalisht me ju. Unë jam kryetari i kuvendit dhe kryetari i kuvendit nuk ma Jo përgjigjesh. kryetari kuvendi Sa juaj, s'kam qenë. kuvendi 2019-s. Po nuk Ju më që përgjigjesh, morët se mandatet. Unë flas për veten time, edhe për forcën politike i Ato që Megjithatë, më lër që Roshi, të çojë- ato që morën mandatet, të çojë logjikën time kush deri në mori fund. 2019 mandatet? Unë I që mora, përheqin unë 2018. mora. Mirë ke bërë është e drejta jote shumë Pa, mirë. po, sigurisht. Ato që morën mandatet 2019-ën, shkuan në 2020-ën, miratuan reformën zgjedhore më të papar, më antidemokratike që nguli thikën opozitës që bëri që opozita 2021 mos vinë pushtet. Kishte dy momente. Po që mos ta kthati, po kishte dy momente. Kishte një moment që ishte ndryshimi i kushtetutës dhe këtu janë Me këto është koalicione për me zgjedhore. këtë deputet. Po më një sekondë tash. Po. Unë kam qenë kundër botërisht, besoj që ndryshim më burrë. Jo, besoj që e di këtë, që kam qenë kundër E dihen botërisht. tërë katër deputetë kanë qenë kundra. Ashtu, 7 kemi qenë, nuk ka rëndësi. Dhe ka qenë pasaj edhe reforma zgjedhore, atë kemi votuar pro sepse ka kërkuar Partia Demokratike që ishte jashtë në atë kohë. Unë çdo qëndrim që kam patur brenda personal. Si të lutem edhe herë. Partia Keni Demokratike votuar ju pro reformën zgjedhore se e ka kërkuar Partia Demokratike nga jashtë. Po erdhi me Kallister atëherë dhe Mbajni ishte turpin ju dhe marrëveshje. Partia Demokratike atëherë. Po lidhje ka kjo, se nuk ka fare lidhje me. Unë se kuptoj këtë, unë se di këtë që Partia Demokratike nga jashtë ju Po. ka thënë ju votoni reformën. Po unë s'ka nevojë të më thotë. Në qoftë se unë mendoj që Jo, sa po e thatë ju, s'keni çfarë thoni më. jo, unë them që Partia Kemi votuar Demokratike reformën the sepse nga jashtë Partia Demokratike na e tha kërkonte. E kërkonte vetë ajo, më thoshte ta votojmë. Unë lexoj deklaratë publike. Partia Dakor. Demokratike ka Me- qenë gjithmonë për koalicioneve, të flasim atë që është. Ore koalicionet u hoqën nga 2020. kushtetuta. Po kushtetuta që tjetër gjë, normal, po- kodi zgjedhor tjetër Po gjë. jo, janë disa Dakor? pika të kodit zgjedhor që nuk mund të bëhen pa ndryshime kushtetuese. Po zotëri, tash vje keq tash. Ndryshimi i kushtetues ishte tjetër gjë Sistemi që që zgjedhor. koalicione. Sistemi zgjedhor po. Po jo sistemi elemente janë të disa tjera. tash. Kodi zgjedhor ishte një tjetër gjë. Përmendshëm pastaj kodin. Kodi zgjedhor, ndryshimet të kodit zgjedhor, unë i kam votuar sepse ka deklaruar Partia Demokratike në marrëveshje me LSI-n me PD-n atëherë, për që prit. Ka ikur e koça do Dhe ka bëjmë. qenë marrëveshja ke ambasadë amerikane. Po pritë se tash ti më the publikisht mua që ke bërë kështu ashtu. Jo, ma nuk të thash unë, nuk të akuzova, po s'jam Po mirë, një sekondë. Jo, absolutisht jo. një minutë është. Na devijove këtë, se na marri minutat kot më fjalë. Jo, po thatë që nuk është ligji zgjedhor, nuk është Ligji zgjedhor, determinant një minutë, në arën e kushtetuta, opozitës në pushtet. ndryshimin e kushtetut, po nuk është, pra sipas meje. Sepse ti nuk si na mund mban t'ishte ligji ti? këtu. Po një sekond, burri. Kush e respekton ligjin xhanë këtu? Ka ndonjë ligj që respektohet? Dhe ne themi gjithmonë hajde të metemi rutinë e ligjit. Po, hajde të Ore marrim- këtu s'ke, po si? Po pse mendon që e normalitet? Po mendon normalitet dakord. Po kush po e mendon normalitet, ta mendonim normalitet, nuk Po si mendon ti që i vë freja Nuk acaromi me veten ti që normalitet. Po mirë më ti, shko, ka një gjë, më fjalë, ka ose eksperiencë këtu, që kush të eksperienca që kemi ne nga përballje me Partinë Socialiste, ai s'ka rastisht 12 vjet në pushtet. Ka sepse nuk do t'ja di, më fjalë, nuk ban shtyllat morale. Në fakt se opozita që nuk ka shtyllat morale. Ë, dakor? Politike. Ai nuk qëndron ke shtyllat morale, nuk tërhiqet. Dhe për këtë arsye më fjalë ai voton gjithmonë në mënyrë të njëanshme. Kështu që unë nuk pres ndonjë gjë që dhe gjithmonë, për të së vërtetës, Partia Demokratike e ka marrë zvarr momentet e fundit sepse thotë çfarë mund të përmirësojmë sa do pak në gjë të vogël. Për të themi të vërtetën. Pa pasaj që se si rezultojmë, është kollaj ta rezosh kodi zgjedhor, thua që ka të meta kështu, po i kemi nxjerr çarçaft me ata që ka kodi Me zgjedhor. këtë kod zgjedhor, me këtë ndarje administrative flije me një arën pushtet. Jo, shiko, këtu problemi vjen vetëm zgjidhet vetëm nga qeveria teknike. Po pra shikojmë kod më. Po një sekond.
Sipas me, pastaj dakord. Në një moment po themi parashikojnë kod. Jo, po tjetër gjë Ditë kuqe në Po kodin sta zgjedhor. parashikon ai, shkoj, 1 minutë. Mos e mirë, mos e voto kod. Po një sekondë. Edhe Ti mund të bësh një qeveri thuaj edhe teknike. OSBE-s dhe kujdo thuaj. A mund ta Kjo është mbaroj? demokracia, duhet pranohet. A mund ta mbaroj? Po, patjetër. Qeveria teknike në konceptin tim është një qeveri e cila duhet të realizojë reformë zgjedhore të bëjë dhe zgjedhje. Qeveria teknike në konceptin tim. Dakor? Dhe kjo si jo? Po mi më ashtu do ti. Jo dua unë kështu, nëse duam gjitha palët, nëse duam gjitha palët, Ana teknike Ja, gjithashtu. Sevin ta mbyll, ta përfundoj. nëse duam gjitha palët, emëruesi për bashkë duhet të jetë qeveria teknike, pra ajo që bashkon palët. Pra duhet të jetë logjik bashkuese. Atëherë logjika bashkuese është që kodi zgjedhor dhe zgjedhje, se ka që vetëm zgjedhje, po për mua duhet të jetë dhe kodi zgjedhor, duhet ta bëj qeveria teknike ose qeveri kujdesar për çfarë. Po pse se bën këtë formë Partia Demokratike, po thot merr pjesë të dy reforma, të dy komisionet kushtetuese. Një sekondë. Unë si jam Partia Demokratike këtu. Po një sekondë. Tashi, si harriet qeveria teknike, sipas meje? Se nga ana tjetër ai nuk mund t'i thot prapë, me fjalë nëse do që të bëjmë edhe avokatin e partisë, pse të mos ta bëjmë, se nuk është problemi këtu Partia Demokratike. Po ato ulen në komision, mos. Po le tulet komision. Dhe nga ana tjetër, po nuk mund ta lër bosh komisionin sepse punon në dy planet. Këtë i thotë që unë t'jem prezent për t'ua bërë ndërkombëtarëve edhe për komisionin që Partia Socialiste nuk bie dakord për 157 pika, nga ana tjetër ajo që ka objekcioni kryesor është protesta. Protesta kërkon qeverinë teknike. Qeveria teknike nëse arrihet duhet bëj kodin zgjedhor. Sevin. Kaq. Atëre, e para një herë është kalimi i anës të teknikaliteteve dhe të shikojmë problemet që ha sot demokracia. Dhe në momentin e parë që ne kemi një demokraci jo të brisht, po të përdhunuar tashmë, duhet të shikojmë se si mund ta kthejmë këtë shtetin tonë në një normalitet. Që do të thotë? Aspekti legjislativ ose ndryshime kushtetuese këto janë një problem më i vonshëm. Problemi kryesor është problemi politik. Dhe problemi politik përveç pozitës, të cilët e kemi dije tashmë, edhe opozita ka një problematik të vetën. E para është se s'po arrin dot të tejkaloj gardin e vet. Në kuptim. Nuk kemi luksin sinqerisht, në rast të kritikojmë Partinë Demokratike si lokomotiv, as kritikon njeriu po. Ai po thotë cila është rruga më e mirë. Të them unë pra çfarë do të them. Se ne s'ka sens pastaj. Atëre, kush është gardi i vet? Të tejkaloj mbështetësit e vet. Të shkojë ke zona gri. Në momentin e parë që Partia Demokratike dhe opozita unë gjykoj që ka zonë gri, ke minimalisht 150 vota, ke 150.000 vota i ke me fakt. I ke me fakt hape partitë e vogla që prodhuan shpresën e rreme. Ku ke shqiptarët, ata 150.000 vota janë qartësisht votues që kanë ikë nga Partia Demokratike për shkak se u gënjyen nga kjo shprehje që po thua dhe ti. E kupton pra. Po jo, po pra, njëjtën gjë, jo, nuk është e njëjta gjë. Grija është tjetër votat e Partisë Demokratike, të cilat të morën nga paperica të qeverisë e tjetër. E kupton? Është akoma edhe më keq që ka tani nëse ti heq elektoratin ngri, atëherë ky është problem tjetër, është problem shumë i madh. Por nëse nëse kuptojnë që ka elektorat gri, teoretikisht nuk ka. Kush është elektorat gri? Ai që shet votën për lek, për këta e keti, për këta që i blen PS-ja, këta nuk kanë elektorat gri. Ata janë elektorat me pagesë. Atëre. Pra kush i paguan shkon e voton. Opozita nuk blen vota se nuk është natyrën e saj, po hyn me dirama dhe s'po hyn ke votat. Po flasim ke aksioni politik. Okej, në rregull, pra po më që përmende elektorati gri nuk kuptohet ata individ të cilët e studiojnë. Pra shikojnë se si mund të përshtaten në politikë, në vendimarrje. E parë në tërësi kjo, pra, do të thotë që ti je i bindur dhe unë edhe ne të gjithë tu kemi eksperjenca nga protestat. Në momentin e parë që Edi Rama ke kryeministria jo vetëm gardin e PD-s, por duke filluar nga 10 socialistë të ndershëm që i bashkohen opozitës, zgjimi i qytetarëve atë e tmerron. Qytetarët janë në agoni
Dhe kjo nuk është problematike e pozitës në mënyrë absolute, por duhet ketë strategji për zgjimin e qytetarëve nga ana e PD-s, gjë që unë nuk e shoh. Okej, Marin Glen, ç'duhet bëj opozita sipas teje? Aulon, opozita momentalisht ka nevojë për një unifikim, po të flasim në tërësinë e saj. Pra sepse opozita është Partia Demokratike, por janë edhe parti të tjera. Legaliteti, Balli Kombëtar Demokrat, edhe shumë parti të tjera të vogla që janë parti pozitive dhe mund t'i quajmë me të madhe parti opozitare, sepse ne kemi lloj-lloj partish që na paraqiten si opozitare, por e shikojmë që retorika e tyre i shërben ndoshta, po i shërben disa interesave, tjera që s'janë pushteti, nuk janë interesat e qytetarëve e tjerë me radhë. Partia, po të flasim për Partinë Demokratike, Partia Demokratike i është nënshtruar një procesi të brendshëm kohët e fundit. Për si që kemi marrë vesh nga vendimet e kryesisë Partisë Demokratike, kemi një datë për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike, kemi një datë për kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, kemi një afat kohor që është vendosur për zgjedhjen e strukturave të tjera siç janë strukturat pra kryetarët e degëve, kryesitë e degëve të Partisë Demokratike dhe më vonë zgjedhjen e departamentet e sekretariateve të kryesisë së Partisë Demokratike pra të qendrore. Unë do ta bëj pak më të thjeshtë. Partisë demokratike, por edhe partive tjera opozitare, ju duhet më shumë punë në bazë. Pra, çfarë do të them me bazë? Në krijimin e strukturave që të kenë kontakt të drejtë për drejtë me votuesit e tyre. Pyetja, ka humbur raportin e kontaktit Partia Demokratike? Partia, po nuk po më lën ta përfundoj mendimin. Do thuash ti ku ishte Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit? Partia Demokratike në zgjedhjet e 11 maj 2025 erdhi nga një rrugtim shumë i lodhshëm, kalvar shumë i lodhshëm, përplasjes brendshme, çështja e vulës, lideri historik i izoluar, po lutem ta marrë se vin. Lideri i opozitës i izoluar, por kemi disa zona ku Partia Demokratike doli fitues. Dhe një ndër ato zona ka qenë zona që kam drejtuar unë vetë. Dhe nga eksperienca ime personale, më rezulton që në gjithë ato zona ku përqendrimi i strukturave të Partisë Demokratike ka qenë i drejt për drejt vetëm me fushat dhe jo me momente të tjera, pra me këto rrëmujat, ku diun të bëjmë pritje këtu, të bëjmë ku diun shfaqje të bukura për televizione, ka qenë vendimtar në thithjen e votës dhe thithjen e elektoratit për Partinë Demokratike. Unë personalisht, në momentin që kam marrë detyrën si drejtues shtabin në Mamurras, jam përkushtuar në plotësimin e gjitha strukturave, pra seksioni, sekretar seksioni, kryetar seksioni, kryesinë e grup seksioneve, grup seksionet, kryesinë e shtabit dhe kam arrit një rezultat historik për historikun që kishte zona. Pra, vinim nga një humbje pra në 25 qendra votimi me 350 vota minus dhe shkuam në një fitore me 650 vota plus dhe kjo vetëm për shkak të strukturimit të strukturave të Partisë Demokratike dhe dhënien e detyrave të drejt për drejta. Shumë dakord me ty. Ta mbaroj. Sa është përqindja e Mariglenve në Partinë Demokratike? Unë po jap një sugjerim. Si çfarë duhet bëj opozita? A kjo është pyetja e nderuar? Po, a kjo është pyetja e nderuar? Pra, për mendimin tim, opozita, Partia Demokratike dhe partitë e tjera duhet pikërisht, duhet dalin në terren që të mbledhin vota, të rikthin ato 150.000 vota që thu ti dhe të mushin mendjen edhe socialistave të pavendosur që po patjetër. Me dashamirësi. Me kënaqësi më të madhe, e mirëpres. Kur ne themi që votat nuk numërohen në fund, të gjitha ato që ti ke mbledhur në gjithë Shqipëri, gjitha i kontribut, duhet të reflektohet ka votave. Absolutisht. Votat vjen në fund, çdo gjë shkon bosh. Shiko, që nuk është se çalon organizim. Mangësit në struktura sillen dhe vjedhin e votës. Shiko, e kupton? Një sekond. Një është përgjigje zyrtare. Pa me januar. Pa me januar. Po ta vjedh votën ai po spate vëzhgusti. Po spate vëzhgust monitor. Zoti Kalaja është dëshmitar për këtë gjë. Që ta vjedhin votën nëse po ti më shkak të X vëzhgusti. Po që se jo X, më janë shumë X. Një minutë. Kryetar, janë shumë X aty. Po dakor pra. Po që se ne themi që se mënyra se si është kodi, që ka drejt mënyra se si është kodi,
Ai të vjedh, në ato zona për të vjedh 100 vota në një zonë. Dhe atë zonë e përmbys me 2-3 mandate për 100 vota. Po absolutisht. Tash logjika është kjo që ata studiojnë ku i vjedhin votat. Ti mbaj gjithë ditën. Po pra, po Dhe unë them që e krimit futet në ato zona ku bën diferenca. Po Nuk merret njëri me Okej, sepse Dakor. shiko, krim dhe struktura kriminale ka cep and cep Shqipërisë të angazhuar gjatë fushatës zgjedhore. Ka pasur edhe në zonën ku kam qenë unë. Nuk po themi, unë nuk thash se ishe në një kështu parajs të votës djathtë, e kupton dhe fitova. Unë po them. Po ti thua që po të jenë gjithë Dhe- Mariglen për shkak të kishë fituar. Jo më gjithë Mariglen janë, por duhet strukturim dhe marrja përshtypër e përgjegjësive. Sinqerisht duket përgëzuar për mënyrën e drejtë për drejtë që bën pyetje, çfarë duhet bëj opozita? Sepse kjo është stresi, sikleti edhe neve që merrim me përditshmëri, edhe e njerëzve Do të tregoj kryesisht. mesazhe, çfarë? Nuk e vën dyshim fare, nuk është e nevojshme që njerëzit tonë çfarë po bëni. Po. Kjo një gjë dihet që vjedhja e votës, Po. manipulimi zgjedhor është futur në sistem. Po. Është futur në sistem vjedhja e votës, diku blihet, diku intimidohet, diku merret me presion, diku merret me presion punës, diku merret me presion të rrjeteve të kriminalizuara dhe normalisht devijohet ose vullneti qytetar e thënë ndryshe nuk është ai i duari që është gjatë fushatës elektorale. Përpos kësaj, këtij intimidimi, këtij sistemi të ngritur nga kjo lloj mazherance, është sistem. Ai deklaroi 74 mandate, mori 74. Unë kam pas raste ku kanë deklaruar patronazhistë ndryshëm në lagjën time do marr 101 vota, thot kam marrë 102, thot nga më doli një votë kush ma dha. Problemi është i thjeshtë, si do të çmontohet ky sistem manipulues. Dhe ky sistem manipulues u tha nga gjithë paneli që jemi këtu, ky sistem manipulues duhet që opozita t'i vë gishtin kokës për çmontimin e këtij sistemi. Dhe duke mos përsëritur ato që tham, kjo fillon që të kjo që tha Mariglen, që të punojmë çdo qeli, ato kanë çdo qelis, çdo e kanë të fragmentizuar elektoratin. Siç i di me pallate, ju i dini më mirë se ne marrë. Organizata. E me fragmentizimin Mariglen i tha në statutore që të punoj çdo forum i çdo partive politike ashtu si i PD-s dhe forcat e tjera politike. E dyta, ky sistem çmontohet, ajo që unë e përsëris prap. Kodi zgjedhor është një kod i para përgatitur për mos të ardhur kur kjo opozitë në pushtet. Dhe vija e kuqe e Partisë Demokratike dhe forcave tona opozitare i këmbgul prap duhet jetë te kodi zgjedhor, duke kaluar tek ajo që është shumë e rëndësishme, qeveria teknike. Ajo do ishte qeveria teknike të bëj kodin zgjedhor, reformën territoriale do ishte thelbi i bishtë i thonë. Po gjithsesi, opozita e ka forcën e bies, po. E di që opozita sot që ne flasim ligjërisht e ka forcën e bërjes së kodit zgjedhor vet. Jo, se ka. Ta shpjegoj. Një sekondë, tani ta marrë unë dhe ke drejt, po për çdo gjë që thua ke drejt. Opozita ka këtë kodi zgjedhor miratohet me shumicë, pavarësisht asaj, janë dy, është komisioni kushtetues i reformës zgjedhore pa marrim, ai është një komision dypalësh me një numër të barabartë me dy bashkëkryetar, e cilat parimisht duhet që të dakordsohen të dy bashkëkryetarët në reformën zgjedhore që do të miratohet dhe do të shkojnë në parlament. Po kur nuk ka opozita, opozita ka të frenimi. Opozita duhet i thotë, kur nuk votoj këtë reformë. Po. Edhe një herë. Po se si e ka Jemi në minutët e fundit. Minutët e fundit. Jo, 30 sekonda nuk jam më shumë sepse kam kalu. Me patjetër normalisht dhe aksionit opozitar i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të cilët janë për ndryshim, gjithë qytetarëve që nuk janë pro kësaj qeverie të korruptuar, të kriminalizuar. Se do vim prapë në studio, vetëm thjesht japim këtë tharpin e ideve, domethënë. Po se për ta mbyllur, ekziston mundësia me 20 deputet ti të kërkosh referendum popullor qoftë edhe për pikat që i referohet asaj. Jo, si s'ka lidhje. Është sistem i paprovuar. Ti nuk e ke. Opozita ta. Si se ka referendumit, nuk ka. Si? Kujtja kërkon. Si s'është ligji i referendumit. Se ekziston ligji të drejtë kujtja kërkon. Urdhë? Kujtja kërkon këtë referendum. Popull. Jo, me 20 deputet kujtoj që është 28 deputet. 28 deputet. E çon në gjykatën kushtetuese. Po. Jo parlament. Zoti Roshi. 20.000 firma mund të kërkojnë ndryshime ligjore.
Tani ne propozoj kemi gjithë eksperiencë se lidhur, ta kemi thënë. kemi Po eksperiencë si lidhur bën nga asgjë. kemi eksperiencë lidhur nga referendumi. Ti je, domethënë, Po ai vodi besiste. vodi atë referendum që po të kishte fituar do ishin duke bërti Është një shprehje aulon, është një Edhe herë, kemi eksperiencë lidhur nga referendumi, se 98 Ti humbë një ç'do. dakor? Na fitojnë edhe 8-ën. Po pra, zoti Rosh. 97. Gjithë sipas me, si shofumeve, që nuk është as lista ti tha. Jo bën mirë kështu, që këto janë thjesht i bën Partia Socialiste për të krijuar konsum, për të rënë në rrjetin e propagandës tyre shumë njerëz të cilët nuk janë shumë i vëmendshëm ndaj politikës. Ai krijon parti tjera opozitare, kështu a priori vetëm për një zgjedhje, kështu vetëm për një palë zgjedhje. Edhe janë me afat skadence, këto parti që krijon do krijojë prapë këtë radhë. Për çfarë opozitës për ka Një sekond. Dhe këtë përse e bën? Gjitha vendime që merr gjoja profesionistëve, gjitha këto i bën vetëm thjesht për alibi që unë i fitova se bëra këtë, se kishte disa parti të tjera, se unë mora këtë vendim, se unë kam disa leje në dorë. Në fakt, ai nuk bëhet merak fare për këto. Ai vjet shumë kollaj dhe unë nuk mundëm, se ne i kemi parë gjitha ato kutit si japeshin si vende komisioneri, apo i keni harruar, se kanë dalë publik. Por le të kujtojmë këtë Vota diasporës. diasporës. Kutitë e diasporës u ndruan këtu ke kjo e peshngritjes, ke stadiumi, Parku Olimpik, po. Tash si thoni juve që Sistemi gjitha. Falë zoti Roshi për ta mbështetur të që thu, jo. Ku ka ligj këto që banda në Durrës, banda në Elbasan, banda në çdo vend ju thonë respektojnë ligjin. Duke numëruar votat. Nuk e di se Kush tha që respektohet ligji? Ti ishte respektu ligjin, nuk ishin këtu. Duke numëruar votat e Durrësit, të diasporës, aty na dalin ca votat Dibrës, te kutia e Durrësit. Po se i kanë ngadruar ata që. Po pra, po shikoja votat e mia. Që kishte marrë votat Dibrës. Po me sa raste pam, ne u bën një libër sa voluminos që bën me fjalë. Punoj disa muaj. Tani, shiko, gjithë ideja Mariglen vjen faj, se ti je në strukturën sa shumë. Ky quhet Mariglend, jo Marenglen. E ka ndryshe ti më na ngatro se kemi Nuk e kam me ty, e kam me publikun që nuk ka lidhje me Marksin. Jo, po Ky quhet Mariglend. E di pra. Jo, që ta serojmë. nuk ka mundësi të kishte atë emër dhe ti ishte mbretëror si dhe. Si që nga ajo punë. Ti ishte llagapi doçi jo, se e diu. Po pra. Gjithë ideja këtu është që ne duhet të kuptojmë një gjë që nuk është e keqja. Këto janë është luks. Ajo që juve mund të gjeni defekte ke opozita. Jo, zgjeta të Ska si defekte ke opozita. Sipas me. Po e ka me Savinin, nuk e ka. Ja, ne flasim parimet. Forcimi strukturave. Është një grup i caktuar njerëzish që përfaqësojnë disa parime, Po. Parimet o mbështeten o nuk mbështeten. Nuk ka këtu. Dhe teorikisht e majta dhe djatha qëndrojnë si një djathë. E kupton e pandashme nga njëra tjetra. Në një moment mund ta zotrojë njëra, siç është në këtë moment që zotron pushtetin edhe fuqinë e majta. Por kjo nuk do të thotë se ekziston pjesa tjetër. Po aq e padushme, thotë Ernesto Bobbio, qëndron edhe pjesa tjetër, po aq e fuqishme sa ç'është kjo i duhet. Absolutisht, sepse ajo është në shesh çdo vit. E djathta në Amerikë u rikthyer më tu. Pra kjo Partia Republikane që shkojnë fillim për skrap e tjerë e tjerë. Këtu në Shqipëri e djathta do rikthehet. Për djathtën historike ke fjalën. Po po. Është shumë e bukur, është kjo, po do të bëj një emision tjetër. tjetër. Jo, se jeni, shikoj, ju të dy jeni parti më të vjetra se Partia Demokratike. Tani do të them dy fjali vetëm edhe ta Po mbyll. se kjo është shumë interesante. Partia Demokratike. Shive, Partia Që Demokratike. ftoj tjerë, e kupton, pra ne ftoj ju. Partia Besoj Demokratike. se Partia Demokratike, duke qenë që është graviteti si thua i koalicionit, dakor? Që ka këtë graviteti bindjeve djathta jemi ne, ndërsa graviteti i fuqisë koalicionit është Partia Demokratike. Është parti më e re se ju. Pa, prit. Tashi, historia jonë politike prodhon vota. Partia Socialiste ka Partinë e Punës, Partia Komuniste i ka brenda. Po. Pra, edhe po të vësh re, i bën kujdes në çdo fest të komunistëve. Partia Socialiste. Shadin e kuq. Pse e ka këtë? Sepse prodhon vota. Pse ne nuk grindemi për historinë e artit, po grindemi për historinë politike? Për shkak të pushtetit, se prodhon vota. Partia Demokratike këtu, 2 sekonda. Partia Demokratike këtu duhet tregohet e kujdesshme. Pra, pjesën që ai nuk ka, pjesën që nuk ka. Është të tregoj historisë politike që ka ballë dhe legalitet. 30 sekonda. Do bëjmë emision tjetër. Thuaj edhe ti, thuaj se i vetja u hapa. Graviteti i zgjatës do të ishte ndryshe. Graviteti i zgjatës do ishte aty ku ishte graviteti 39-s, nëse
Partia e Lëvizja e Legalitetit do kishte marrë pjesë në zgjedhjet e 22 marsit të vitit 92. Partia e Lëvizja e Legalitetit, pavarësisht një sekond, po mi s'ka rëndësi kush do ishte. Partia e Lëvizja e Legalitetit është lejuar të ushtrojë funksionin e vet politik në Shqipëri me 20 shkurt të vitit 1992. Që e ka pas të pamundur Një muaj para zgjedhjeve. Një muaj para zgjedhjeve. Kjo është temë shumë e gjerë, unë do e hap këtë temë, absolutisht. Ju më keni pa besoj që unë ju kam shtet publikisht, kudo që kam dalë. Jo, unë kam dalë dhe kam thënë që ju jeni parti më të vjetra se partia. Dhe në një farë mënyrë mbështetjen e morë edhe në terren. Po pra, patjetër. Nga vetë natyra jeni konservator, jeni djati, keni gjithë. Ju falenderoj që ishit në studio, sigurisht që do ju ftoj sërish. Falenderoj Artur Roshin, kryetarin e Partisë Ballit Kombëtar Demokrat, zotin Shpëtim Axhami, kryetarin e Partisë Lëvizja e Legalitetit, aktivistin Sevin Seriani dhe antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Maringlen Doçi. Faleminderit Maringlen që ishe. Faleminderit zotëri. Ishte një debat shumë interesant këndvështrimin tim, ato e vendosni juve, ju kërkoj shumë ndjesë, si lexoj dot mesazhet, po besoj se ju kemi dhënë pak a shumë përgjigje pyetjeve që keni pas. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30, sigurisht edhe gjatë fundjavës. Unë ndërkohë do doja t'ju bëj edhe një njoftim tjetër në raport me gjyqin me kryetarin e Bashkisë Tiranës Erjon Velia, që më ka paditur mua për shpifje. Ditën e sotme u shty seanca dhe sepse kryetari i Bashkisë kishte kërkuar më shumë kohë, pra asnjë shtyre nuk ka ardhur nga unë. Kemi 12 seanca që vazhdon ky gjyq, presim seancën tjetër. Gjyqi praktikisht ka mbaruar sepse provat janë shqyrtuar, jemi te seanca konkluzioneve. Pra me datën 31 mars ju njoftoj vetëm për një gjë, jo për protagonizëm, po për me kuptuar që unë nuk të rriqem nga deklaratat e mia, vetëm kaq të doja t'ju vija në dieni. Natë më mirë.